Unë kam një vit të flasë. Ti kujton se ka dëgjuar njëri jo. Ti se mban mend se çfarë kam thënë para një. Jo, unë mbaj mend, unë mbaj mend 1000. Atëherë kur mbaj mend bukuri, po mos më pyet. Jo, po pyet sepse është një palë tjetër që nuk është dakord me ty, ka ana tjetër e ekranit. Po dali njëri. Unë profesor, po jo dali njëri. Edhe thot, që s'jam dakord sepse nuk është kështu, është kështu. Njëri duam të dalë pa thotë në sy. Në shoqë sy thotë vëlla ti ke gabim këtu. Se ke thënë këtë që s'është e vërtetë. Unë më vjen natë, ta kam thënë emision tjetër kisha ulur te kjo Karrio, të thash që mua më vjen natë që kam drejtë te kjo pjesë. Edhe ky parashikimi që të thash unë tash para 2 minutash, inshallah lutem që mos ndalje. Kur flet. Lutem, them që inshallah nuk më del ky parashikim që të thash. Që do jemi prapë në këtu. Inshallah them nuk ngaboj. Por problemi është që unë e shoh diellin që mëngjesa e dier shumë mirë. Njoh ambientin atje, njoh njerëzit që merren me këtë punë. Njoh presidentin, se presidenti kam 20 ca vjet që e njohun. E di mirë. Si e ke marrëdhënien me presidentin? Shumë mirë e kam marrëdhënien, por puna është që duhet të ketë ai marrëdhënie mirë me vetë dhe me Tiranën. Aha. Duhet të ketë ai marrëdhënie mirë për veten e vet, rreth parë dhe për klubin që ka. Po i pati mirë me rregulloj marrëdhënie me veten e vet dhe me klubin e. Me mua mirë e ka. Se unë kur flas kështu e flas jo për të Se ke personale, ke te klubi. Për të përfituar gjë personale, unë se ta them ty, nuk po kritikoj, po këshilloj. Po këshilloj me këtë formë që di unë këshilloj. Që do të them jo me këtë rrugë më se ke provuar 100 herë, nuk të pi ujë. Po cila është rruga më zotëri njerëz? Që nuk na tregove një formulë magjike të Tiranës. Cila është rruga? O Surçe, ta thash. Cila është rruga e Tiranës? Po ta them, që ta kuptosh. Ta thash më përpara që klubi i Tiranës është ai klub që kur fitonim ne kupën, edhe dini vend dytë kampionatit, nuk zonte një klub. Jam shumë dakord. Tash ky president ka qenë dhe atëherë kur kemi fituar kampionatin. Ky ka qenë. Po pra. Ka qenë brenda. Ora sot çfarë duhet bëj? Çfarë duhet bëj sot te Tirana sot? Ti ishe president. E zëm këtë moment ti je Fikalili. Nuk e kam kuptuar. Ti je Fikalili sot. Si është transformuar ky president nga kështu. Jo, 1 minutë. Ky sezon dështoj si s'dështoj. Një sekondë se dua, ma thuje, ja, edhe merr. Edhe ta fiki të gjithë në Fikalili. Ta fiki në Fikalili gjithë sezon. Vjet ishte dështuar. Po mirë, e zëm e fiku gjithë në Fikalili dhe thot. 5 prioritete, 1. Çfarë bën? Çfarë duhet bëj? Më thon 5 gjëra. Duhet vej njerëz zot në klub. Njerëz zot çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë? Nuk bëhet t'ja trashëgosh. Ta them. Nuk duhet t'ja trashëgosh fëmijës se këtë punë vëlla. Jo drejtoria. Duhet drejtori tjetër ai që bën për drejtor. Okej. Nuk të pëlqeu kjo Surçe? Jo, më pëlqeu më ti mësoj çfarë duash, më të pyetje si Tirana bëhet e madhe. Të flas. Kjo lloj precedencë që thua ti dhe këto lloj vendimesh kanë quar në këtë rezultat ku jemi. Këto 2 vitet e ka marrë djali presidentit të punë për ta bërë. Okej, ti mësoj njerëzit e duhur. Dhe për mua nuk e ka bërë mirë. Nuk është akoma, nuk ka eksperiencën e duhur për ta bërë mirë. Njerëzit e duhur. Duhet të 5 lëvizje, mësoj 5 lëvizje ta mbyllim. Pritret flasë se po flas unë. Po më flit për zotëri ja të shënojmë 5. Duhet që Grenda Lili në këtë rast duhet që përfitojë eksperiencën e dur dhe pastaj kur ti mësoj gjitha komponentët se si drejtohet një klub, ta drejtoj. Do të thonë nuk bëhesh dot general ti pak që në ushtar, në fillim duhet të jesh ushtar. Okej. Dhe kalon shkallë, bëhesh ushtar, kapiten, kolonel, pastaj general, pastaj admiral. Okej, eci. Tash ti kur do të bësh direkt admiral, vëlla, do të çdosh si. Okej, eci. Ku tjetri? E para e punës duhet që të gjej njerëzit e dur. Po, e vëmë për të zgjedhur lojtarët. Drejtorët. Drejtorët e ekipit, drejtor çfarë quhen ata? Që kanë sy për të zgjedhur lojtarët, se lojtarët nuk duhet të jenë vetëm të mirë. Scouter e ekipit, po. Nuk duhet të kenë vetëm do të jenë lojtarë të mirë, por duhet dhe të përshtaten klubit ku po shkojnë. Okej. Se mund të ketë marrë Tirana 2 lojtarë të mirë të fujer, por janë jashtë forme ata, nuk e kanë mendin aty. Pika 3. Pika 3 duhet të ketë financa të forta. Financat. Keve 2 dabulla që të japësh rekomandime që tani. Edhe duhet bëj deal. Çfarë është kjo? Deal me të vetët edhe me njerëzit atje brenda që kur thotë shiko, rroga do merret me datë 5, do merret me datë 5. Korrektësia. Duhet korrektësia këtë mes. Korrektësia marrëdhënie e pune. Nuk duhet të dalësh njerëzve nga fjala, po i the një lojtari 5 gjëra brenda një jave e çorienton. Humb dhe vet besimin.
Koreksia. Duhet, dhe puna është që kur ti bëj gjitha këto, duhet të kthesh besimin vetë klubit, edhe vetë ambientit kush atje, se ka humbur besimin te kjo punë. Numri 5, e fundit. Dhe 6. Do pa jo 6 tani, do bëjmë tani me 6, 5. Ata lojtarët që të vinë ty, Si? dhe ata lojtarët që duhet të vinë dhe të marrësh, duhet ta duan klubin. Duhet ta kenë ai është nga kontinenti afrikan, ku ta duhet klubin? Po mos e merr nga kontinenti afrikan, pse vetëm nga kontinenti afrikan ka lojtarë këtu? Po, këta marrin. Po ka plot zgjidh Shqipëria. Po këta Partizani ku i merr? Këta që shiti Partizani këtë vit në janar, diku i ka marrë gjysmat e tyre? Ballshi. Ballshi me Ballshi. Po. Pse i mori Partizani si mori Jo, Tirana? Partizani ka për dhe i lëvizje tjetër, se pas me Mos me ikma, mos me ikma se jemi të Tirana, dashuria për fanellën. Fanela. E pesa. Këto janë 5 recetat e tua.